Pas ditën e shenjtës është bërë i mundur izolimi totalisht i vatrës së zjarrit në masivin pyjor në fshatin Lundre të njësisë administrative Ulës në Bashkinë e Matit. Specialistë të shërbimit pyjor të shërbimit zjarfikës dhe administratës së njësisë administrative Ulës luftuan më shumë se 24 orë me flakët që kishin përfshirë masridi me dushqe e shkure në këtë zonë, kryesisht Lis, Shqop e Dëllinj. Terreni i thyer malor dhe era e fortë vështirësoi operacionin ku më në fund është arritur që bashkë me forcat armatosura të vihet nën kontroll të plotë dhe të shuhet si vatër zjarri e gjitha. Për këtë vatër zjarri do të bëhen bilancet ekonomike të dëmit të shkaktuar nga flakët, ndërsa policia pritet të nisë hetimet për zjarrvënie të qëllimshme. Kjo nuk është hera e parë që kjo zonë digjet nga zjarret, pasi edhe vitet e kaluara është përballur me situata të tilla, ndërsa domeni ekonomik mbetet shumë i madh. Autoritetet vendore dhe ato të mbrojtjes civile bëjnë apel për kujdes të shtuar të banorëve që të mos bëhen shkak për ndezjen e zjarreve me apo pa dashje, pasi do të përballen me dispozitat ligjore në fuqi për të tilla raste.